Përshëndetje. Dy fjalë sa të mundemi do themi për në librin me këtë libër për masakrën e Longos që ngelin në tentativë në vitin 1995 me 18-19 mars. Ky libër i Stavros Tsimas, të cilin ma kanë sjellë mua, miqtë e mi, njerëz të mi nga Athina, me gjithë problemet që kanë, me hallet që kanë, po mua ma sollën edhe me porosinë time. Tani këtu analizohen dhe shqyrtohen disa pika nga ky shkrimtar, i cili ka qenë i lidhur, ka ndjekur edhe 5 minoritarët, gjyqinët e pestëve që po thuhet sa herë, edhe gjëra të tjera, i lidhur me Shqipërinë, i lidhur me Ballkanin. Këtu fillon historia. Historia thotë ai e këtij grupi terrorist, sepse ka biseduar me njëri nga anëtarët e grupit terrorist, ata që kanë qenë atë natën e masakrën në Longos, me njëri nga ata të Mavit, sepse ai grup terrorist i lidhur i Mavit ka qenë, edhe ata që kanë bërë peshkëpinë, edhe ata që kanë nisur të bëjnë atë dhe dështuan në Longo. Në radhë të parë ai fillon historinë, fillon nga një kishë e voçkël që është në majtë e malit, pranë piramidës në majtë e Longos. Dhe e tregon ai që atje ishte një kishë e vogël, atje ishin vendosur këta fillimisht dhe do kundronin poshtë Longon, e cila thotë ki nga maja, atje nga kisha e voçkël, këta ajo pema që kemi thënë në rastet e tjera është një pemë e madhe që duket e veçuar shumë e madhe atje, pranë në britit një shkëmbi të madh, një çetë shkëmbi. Aty është një kishë që nuk duket, në hartë jam duke ndjekur në hartë, por nuk duket. Edhe si nga e kanë mbuluar pemët lart, dikur ata fshatarët, ata barinjt, ata që kanë edhe ish banorët e asaj zone, na kanë thënë që në 94-95 kur kalonin mandej që vlisnin me telefon nga ana tjetër e fshatit Karavgi, se nga fshati Karavgi i Greqisë janë futur, kanë dalë në maj dhe pastaj se aty ndanë vetëm kufiri, nga Karavgi kanë dalë te kisha, janë vendosur aty, pastaj kanë shkuar 3 nga të 7 që kanë qenë, jo të gjithë. Tani, njëri nga antarët e bandës ishte nga Longo. Pse e themi këtë, sepse nuk kishim nevojë, thot ai, të kishim njëri brenda në postë. E kjo është një nga shkaqet që mund të ketë dështuar ajo. Ka dhe shkaqet e tjera do i them me vonë. Pra njëri nga ata që ishte në bandë ishte nga Longo. Ne kemi thënë që nga Longo, nga krioneri nga ajo zonë është Ralam Papa. Një njeri me të shkuar mjaft errët dhe se mos themi dhe kriminale, sa të tjera. Megjithatë, është nipi Kosta Papës, ata ja kanë hedhur gjithmonë dhe me duket se do e hedhin edhe tani. Nuk e di, ne do përpiqemi mos të hedhin. Ne duam që ai duhet të kishte qenë ai në qendër, në epicentër të hetimeve. Mirë po. Ajo, jo vetëm që nuk e vënë në qendër e Harlan Papën, por grisën edhe dosjen me kalimin e viteve. Në postën e Longos, thot ai, ishin 60 veta, do të thënë nga 120-130 që ishin në peshkëpi, në postën e Longos ishin vetëm 60 veta. Pra gjysma e efektivit ishte krahasuar me efektivin e ushtarëve që kishte peshkëpia, gjysmën e bandës quan aty 3 veta, s'kishte nevojë për më tepër, do mbarojnë punë shpejt, sepse atje mbaruan punën shpejt në peshkëpi, morën deshën dhe ikën. Dhe këtu ata që ta sjellim këtë, ata kanë ardhur për të terrorizuar, me vonë dhe shikojmë se pse. Se këtu nuk kanë ardhur dhe për nevojë për armë, ata armë kishin edhe me vete, edhe sikur to merrnin kishin apo aq në Athinë, ajo dihet. Kishin dhe fishek, kishin dhe pistoleta, kishin dhe municione sa duash. Në momentin që ne kemi shkuar atje poshtë, thotë, kemi njëri t'i ra pistoleta. Si duket atij që i ka drejtuar, ka qenë frikacak, i ka rënë pistoleta gjatë kohës që ka shkuar para, ky ka hapur zjarr. Është bërë një zhurmë atje, ki ka menduar se që po ndonë, unë habitim se atëherë kanë pas kaluar dhe ushtarë nga kufiri. Mirë po, terroristë, njerëz të pa mëshirshëm, të pa shpirt, dhe shikojmë edhe me vonë, se si sillen me policinë, po ta kalim të pika e jonë që kemi të shkruar këtu. Edhe ata s'pyeten fare, por në moment që ti që bëri qitje, këti humbi dhe pistoleta, u kthyen për ta gjetur pistoletën, nuk e gjetën dhe shkuan. Njëra nga arsyet, sepse Greqia është treguar e kujdesshme në menaxhimin e kësaj ngjarje, është sepse kishte frikë se shqiptarët e kanë gjetur pistoletën dhe në pistolet ishte i stampuar numri i pistoletës së marrë në peshkëpi, prandaj rrinin dhe heshtin ata. Pritën disa ditë, do thonin ne do gjykojmë deri në fund, ne do shkojmë deri në fund, do e zbardhim komplet dhe nuk zbardhën asgjë, sepse ata e dinin që nëse ja ngarkojnë Shqipërisë, kishin frikë se shqiptarët mos e kanë gjetur, edhe i thonë urdhë ku e keni pistoletën, urdhë dhe gjurmë të kishte edhe urdhë dhe numrin e pistoletës. Kjo është njëra nga arsyet. Disa për ju shtonë është marrëzitje që përbejon, jo disa, për janë disa, sa njerëz atje, që duan ta keq kuptojnë
edhe tekst, po si karikaturë këtë që po bëjnë. Jam duke bërë atë që s'kanë bërë gjyqtarët, prokurorët, gazetarët e shitur të Shqipërisë në 31 vjet. Se po ta kishin bërë, nuk do ishte mbyllur, nuk do ishte harruar, nuk do ishte shkelur në përkëmbur sovraniteti dhe digniteti jonë kombëtar, dhe disa maskarinj gjyqtarë, gazetarë, prokurorë, avokatë, sa të tjerë, të jenë edhe pushtetarë më shumë, edhe politikët dhe këta, të jenë më këmbë, edhe të vinë sot Fredi Beleri këtu me mbështetjen e opozitës, e sa qaqeve të tjera, e të në rapas kamët në mes të Tiranës. Dhe ta vazhdojmë këtë ndarësi. Kështu do vazhdoj dhe të shohim sa të shkoj. A do të na ndihmojnë? Kjo do të flasim pak më poshtë. Më vonë, ata, pasi dështojnë, pasi nuk gjenë pistoletën, kthehen dhe i kapin makinat. Një makinë nga kalon, nga parakalon të thotë ky, në libër, këtu, e përmend. Një makinë e shërbimit të fshehet, e shërbimit e sigurimit i grek, asfaltja, si thonë ata, na ndiqte vazhdimisht, na bën të shenjë që të ndalonin, po ne s'u ndalonin. Derisa na dolën përpara makinët e policisë, atje te Hani Delvinaqi. Atje thotë ne policia, kur e pam se s'duan të na liroj, mbushëm automatikun dhe u detyrua njëri nga ata, a mos hapni zjarr, thotë, ju lutem se kam një fëmijë 20 ditë ka që më ka lindur fëmia, thotë. Edhe e mëshiruam, ne thotë nuk hapëm zjarr se i kishim kollaj, i spastronim të gjithë. I kishim sharruar të tërë me pistoleta. Njëra makinë iku, pa e kapën ata në rrugë, atë, pastaj kurse këtë njëra ndajti në vend. Çfarë ndodhte në këtë kohë? Në 94, 95, 96. Në 96 nënshkruhet traktati miqësisë midis Greqisë dhe Shqipërisë. Grupi Mavi ka marrë përsipër të bëjë diçka parashtetërore, parapolitike. Çfarë do të bëjë? Ka hall, ai e din, ata të Mavit duke patur edhe rryma brenda në sistemin politik të Greqisë, ata e din që do marrë veshje për miqësinë, domethënë traktati miqësisë midis këtyre dy vendeve do stamponte kufijt, do njihte kufijt, ato kufijt që nuk i njeh protokolli i Firences, do ta themi këtë e para, dhe do hiqte ligjin e luftës. Një fajitje, domethënë ekziston formalisht, sepse derisa ke për traktatin e miqësisë nuk mund të flasësh për ligj lufte. Atje janë nënshkruar edhe marrëveshje për varrezat edhe sa gjëra të tjera. Këta tani kishin të qëllim. Qëllimi politik i këtyre, si një organizatë terroriste, politike, këta të Mavit, donin që në radhë të parë të mos pranonin atë njohjen e kufive, sepse në indirekt njihen kufijt ekzistues, siç duhet të njihen në çdo shtet. E para dhe e dyta, nuk donin heqjen e ligjit të luftës. Këto ishin dy qëllimet i përmend këtu, sepse ky që është pyetur ka patur dieni, dhe jo dieni, po ka qenë vetë aty. Ka qenë vetë aty dhe ka qenë vetë me kreun e aksionit që është bërë, kreun e bandës. Atje është Jorgos Anastasoulis. Në kompjuterin e Jorgos Anastasoulis janë gjetur të dhënat e proklamatës që është bërë në lidhje me masakrën e Peshkëpisë, që e kanë marrë përsipër grupi Mavi. Mos i harrit të gjëra. Edhe ky i din ato që kemi thënë. Kalojmë në pikën tjetër. Pika tjetër është transferimi i të arrestuarve. Transferimi i të arrestuarve u bë nga Janina dhe u çuan në Athinë për shkak të sigurisë kombëtare. Kto është. Mirë po, pavarësisht, jo vetëm që u bë transferimi fizik, po u bë diçka tjetër, gjatë kohës që ka shkuan ande prej Athinës dhe atje, u ndryshua sikur ka përcyer në Ilberin. Të gjitha deponimet e të arrestuarve u ndryshuan. Të gjitha deklarimet e politikanëve deri te Karolos Papoulias, që ka qenë dhe presidenti i Greqisë më vonë, edhe ministri i jashtëm atëherë, edhe ai bëri ndryshim të deklaratave të tij, duke thënë që kemi qenë në presionin e mediave, kemi bërë në presionin e mediave dhe u fshin ato, kanë deklaruar të gjëra këtu, që i bëjnë ata tamam si një grup terrorist dhe kanë dalë të gjëra në Athinë derisa u bën ato që u bën. Por i kanë ndryshuar të gjithë thamë, dhe politikanët kanë ndjekur shembullin e kriminalëve, dhe kriminalët kanë ndjekur shembullin e politikanëve. Kjo është një metodë tamam paraushtarake edhe parapolitike, kur parapolitika bëhet bashkë me politikën. S'ka rrugë tjetër. Ne e dim këtë, po e dim dhe shumë vetë të tjerë. Ndryshimi i deponimeve është, si ta them unë, nuk ka sasi më të jetë më flagrante një diçka, kur ndryshohen edhe jo vetëm deponimet e atyre, por edhe deklarimet e politikanëve, të sferës së lartë, deri te ministri i jashtëm.
Më vonë, pas ndryshimit të këtyre deklarimeve, ajo çështja filloi të shkojë në kalendrat greke, sepse tamam, do të thënë, u falën, u dënuan për mbajtje pa leje, për kundërshtim të organit të policisë, gjëra të tilla, të cilat marrin dënime shumë të lehta. Këto janë pikat e para. Dy nga këta, tani në libër, përmenden që 2 nga antarët nga kryesorët e Mavit, këtu, përgjoheshin, ishin në përgjigje intensive nga shërbimet sekrete greke. 2 nga këta, të gjithë habiten, si nuk u parandalua jo ngjarje përderisa 2 nga këta njiheshin, dijeshin. E para. E dyta, ka edhe dyshime si, ku diun se si mund të ketë edhe dorë të shërbimet të huaja që i kanë ditur, i kanë ndjekur, i kanë parë dhe kanë quar në dështimin e asaj masakre. Konspiracione të tilla dëgjon kudo. Për ta përmbyllur të gjithë këtë histori të shkurtër, që themi ne, që përmendet këtu, pa emra, se këtu nuk vjen emra, e vetëm ngjarje, për ta përmbyllur këtë, unë duhet t'ju them që unë kam dashur të ditë të takoj zotrin Irakli Koçollari. Unë i kam të 2 numrat e tij, mi kam dhënë, i kam gjetur numrat e tij, kam telefonuar me të 2 numrat me te, edhe 1 herë, 2 herë, 3 herë, e kam telefonuar, sepse e di që ai ka gjëra për të thënë. Irakli Koçollari është një thesar për këto gjëra dhe për shumë gjëra të tjera, dhe donin të takonin në fakt. Mirë po, edhe sot, para pak ditësh kur isha në tavolinë me Ibsen Eliezin në Thajem në Vatikan, kur thel ditën e martë, do flasim bashkë atje, që të merrja edhe një libër për provokacionet e ngushtit të ca gjëra të tjera në lidhje me Greqinë, edhe të bisedonim nga afër për atë punë. Tani ka 2 gjëra. Ose Irakli Koçollari ka një problem, dhe uroj mos të ketë asnjë problem tjetër shnoshëmir, se na duhet, dhe i duhemi, ashtu dhe. Por, uroj që të jetë shnoshëmir, mos të jetë asnjë problem, asgjë dhe të takohet me te normalisht. Në rast se nuk pranon të takohet Irakli Koçollari dhe mua, sepse Irakli Koçollari është takuar me gazetar, me politikan, nuk e ka frikë kamerën, dhe në qoftë se i shmanget në takimin me mua, kjo do të thotë shumë. Kjo do të thotë shumë, do të thotë që ne kemi thënë gjëra të prehta dhe të thella. Dhe në qoftë se ai shmanget, kjo do thotë që neve s'na duhet, përderisa i kemi thënë gjëra të prehta dhe të thella në lidhje me këtë çështje lehtë, s'na duhet takimi me te. Kështu që neve na duhet, në qoftë se ai ka një problem si diçka dhe urojmë ta zgjidh problemin ose hallin që mund të ketë që s'na përgjigjet me asnjë mesazh, as me telefon. Por në qoftë se nuk don të përgjigjet, don të na shmanget, nuk na duhesh. Skepse na duhesh, sepse jemi duke studiuar vetë dhe kemi edhe guximin që t'i themi. Kaq. Nuk dua të flas kështu, por nuk mund të flas ndryshe. Pas kësaj masakre, ka dorë të madhe. Disa thonë që CIA ka dokumenta dhe përgjime të imtësishme në lidhje me këtë çështje. Disa thonë që edhe këtu shërbimet tona kanë fshehur dhe po fshehen shumë gjëra, prandaj detyrojmë të flas kështu edhe për njerëz me emër dhe mbi emër. Unë ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mira.